Gjatë mandatit të tij të dytë, Trump i bëri thirrje për t'i dhënë fund luftës, por nuk ndërmori asnjë hap për ta ndaluar atë, duke shprehur mëshirë për banorët e Gazës, ndërsa furnizonte Izraelin me armë. Këto kontradikta e bëjnë të vështirë të dallohet besimi nga performanca. Ata që janë skeptik ndaj çdo zhvendosjeje të SBA-s kanë plotësisht arsye për këtë cinizëm. Nuk ka asnjë provë serioze që Washingtoni po ndryshon drejtim. Mbështetja pa kushtëzuar gjatë gjenocidit është dëshmi e pakundërshtueshme e përkushtimit të tij ndaj Izraelit. Rruga e gjatë e përkrahjes amerikane, që nga themelimi i Izraelit e deri më sot, sugjeron fuqishëm se një kthesë e menjëhershme është jashtëzakonisht e pamundur. Pra, nëse nuk kemi të bëjmë me një ndryshim të thellë, çfarë po ndodh në të vërtetë? Megjithse lidhja e pathyeshme mbetet, ekuilibri i fuqisë është zhvendosur. Izraeli ka lëkundur vazhdimisht midis rolit të shtetit klient të privilegjuar dhe përmes lobit të tij, drejtuesit të agjendës rajonale. Lufta e fundit nxorri në pah dobësitë e Izraelit dhe rivendosi dinamikën e vjetër SBA-n si shpëtimtare, që dikton prioritetet. Përveç ndihmës ushtarake vjetore prej 3.8 miliard dollarësh, Washingtoni miratoi edhe 26 miliard të tjera për të mbështetur ekonominë dhe luftërat izraelite.